Shërbëq. Ky është një vendim i penal i Gjykatës Evropiane e Drejtat e Njerëzit që është marrë në korrik të vitit 2023. Vendimi titullohet Yzeira kundër Shqipërisë. Një çështje gjyqësore penale që ka nisur rreth vitit 2002, ku ky shtetas është dënuar me burgim të përjetshëm nga gjykatat shqiptare. Gjykatat shqiptare e kanë gjykuar këtë çështje disa herë për shkak sepse ka pasur dhe kthime nga ana e gjykatës së lartë për shkelje procedurale. Duke patur besim tek drejtësia, ky shtetas nuk hoqi dorë asnjë moment duke pritur përfundimin e gjyqeve në gjykatat shqiptare dhe i drejtohet të Gjykatës Evropiane të Drejtat e Njerëzit pra në Strasburg. Gjykata Evropiane e Drejtat e Njerëzit vitin e kaluar, pasi ka shqyrtuar dosjen, pasi e ka analizuar drejt të gjitha provat që gjendeshin brenda, me vendimin e saj përfundimtar e ka prishur vendimet, pra e ka cilësuar vendimet e gjykatave shqiptare të padrejta. Dhe ku pasi analizë të gjatë thotë se ky shtetas nuk është autor i vrasjes. Pra nuk ka qenë pjesëmarrës në vrasje. Kjo pas 25 vite e 8 muaj që po vuan ky shtetas në burgjet shqiptare burgun. Dhe imagjinoni tani që disa prej këtyre gjyqtarëve, të cilët kanë dhënë këtë vendim ku e kanë dënuar me burgim të përjetshëm, janë sot në sistem. Madje një prej tyre është edhe në gjykatën kushtetuese. I kanë shkatëruar jetën këtij qytetari dhe ky pas 25 vitesh duhet të nështrohet përsëri një hetimi gjyqësor në shkallën e parë që të fitoj pafajësi. Janë 25 vite e 8 muaj burg që ky ka vuajtur deri në ditën e sotme. Ja pra, kjo është drejtësia shqiptare. Dhe mos harrojmë, ka rreth 1 vit e gjysmë që po sorollatet përsëri në gjykatat shqiptare sepse nuk i pranojnë kërkesën për të rishikuar vendimin e formës prerë, ku gjykata e Strasburgut e ka specifikuar qartë. Me këtë vendim, gjykatat shqiptare kanë synuar rënd drejtësinë penale. Kanë synuar rënd drejtësinë penale. Dhe përsëri gjykatat shqiptare me një neglizhencë dhe një, mund të themi, paftësi, kanë vendosur përfundimisht pas 1 vit e gjysmë sorollatje ta kalojnë çështjen në themel. Ky shtetas duhet të lërë urgjent qelit e paraburgimit e burgut, sepse ka 28 vite, 25 vite e 8 muaj që vuan ditë më ditë, orë më orë, minutë më minutë në qelit e burgut. Ja pra, kjo është drejtësia shqiptare.